Po, është e vërtet kjo, në 2013 masi që mbarum sezonin, kom pas një audit prova në Ligë 2 të FSV Frankfurti, kom kalu shumë mirë, po nuk e di, nashta në atë periudhë shumë gjona nuk kanë ditë edhe menaxherët pak nashta mungesa përvojës. Viza, domethënë edhe klubet kanë pas vështirësi me hin në ato ujëra. Po, edhe nashta pak menaxherët ma bën, po që nuk me thonë drejtë nuk është se kam marrë vesh direkt se qa është ndodhë, pasi unë kom kalu shumë mirë ato dhe normalisht trajneri m'ka pas shef, me një fjallë, po pastaj që ka ndodhë nuk e di edhe nuk im dorëzu edhe pasi që jam kthy për shembull nuk është se rash pishma nëse na i gjallë që su bën ai gjallë, se kom vazhdu me punu edhe normalisht. Aty i ke pas, kur i kon prova, domethënë i ke pas edhe dy futbollistë shqiptarë, Odise Roshi dhe Edmond Kaplani. Po, është futbollist atë kombëtar, se çu ka qenë pritja ative. Odise Roshi në atë periudhë ka qenë me kombëtarin, se ishte kohë kombëtare kur kom shkuan, edhe Edmond Kaplani ka qenë atë. Po thuj se 90% ditës se kom kalu me të, më ka prit jashtëzakonisht shumë mirë edhe e falenderoj shumë për atë farë pjesë që ka bo për mu në atë kohë. Besoj që ka qenë atëherë një ndjesi shumë e mirë me shku në atë mosh në Bundesliga 2, normalisht dëshira ka qenë. Problem edhe në Hungari me siguruar në Bundesliga 2. Prandaj po tham edhe kështu që nuk jam dorëzuar edhe mas asaj që su bë, po thjesht vazhdo me punu.